Reperi i njohur dhe ish banor i Big Brother VIP Albania 4 Gjibani ka bërë një reagim të fortë në rrjetet sociale kundër vendimit të qeverisë për ndarjen e 4 milionë eurove nga buxheti i shtetit për koncertin e yllit ndërkombëtar Kanye West në Tiranë. Përmes disa postimeve në Instagram, ai është drejtuar drejt për drejt kryeministrit Edi Rama, duke akuzuar se po i shpenzon paratë e qytetarëve vetëm për të mos u turpëruar para ndërkombëtarëve që kanë bler bileta. Gjibani theksoi se në vend të këtyre shifrave të mëdha për një artist të huaj, Edi Rama nuk ofroi kur mbështetje apo një festival me dinjitet për emrat që i dhanë identitet hip-hopit shqiptar ndër vite, duke përmendur legjenda si West Side Family, Stine e të tjerë, por përtej revoltës për buxhetin dhe vendimeve të kreut të qeverisë, ajo që mori vëmendje të menjëhershme është fakti se Gjibani nuk e ka harruar as pak dinamikën me gjestin. Edhe pse rrugtimi i tyre në shtëpinë e famshme ka përfunduar, duket se ironit nuk kanë të ndalur. Për të disatën herë me radhë, reperi e ka përdorur ish bashk banorin e tij si referencë kur dëshiron të bëjë një krahasim negativ. Në shkrimet ku kritikon mënyrën se si komunikon Edi Rama, Gjibani shkruan se nuk merret vesh se çfarë flitet, duke e barazuar këtë mungesë qashtësie me të dëgjuarit e gjestit. Pikërisht në rreshtat e tij, reperi citon fjalë për fjalë se kryeministri nuk e kalon testin dhe nuk di çfarë flet, njësoj sikur të jesh duke dëgjuar gjestin. Në citimin e tij, thuhet: "Nuk din çfarë flet, është si me një gjuhë gjestin." Ai dëshmon se pavarësisht temës që trajton, qoftë ajo një debat për politikën e Edi Ramës apo për buxhetin e shtetit, gjesti mbetet ende në shënjestrën e tij të preferuar për ta ironizuar para publikut. Kjo tregon se dinamikat nga edicioni i 4 i spektaklit po vazhdojnë të prodhojnë përplasje në distancë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.